si do ta nisim tregimin për rrethin e Korçës. Ndërsa udhëtonin drejt këtij rrethi, përgjigja na dukej e vështirë. Nuk e mendonim se qysh në takimin e parë me specialist e njohës të mirë të këtij vendi me traditat e hershme, gjithçka do të lehtësohej menjëherë. Pse mos ta shohim Korçën përmes muzeumeve? Si njëmërus të përbashkët e shtruan pyetjen miq tanë të parë. Nuk do të tepronim, po të thoshim çdo aktiviteti jetësor e personaliteti historik, Korça i ngriti një muzeum. Ja, të nisim me natyrën e mjedisin e transformuar, me këtë muze të madh e të hapur. Kështu do të merrte formë të plot e jetë të gjallë portreti i njërit prej rretheve më të mëdhenj të Shqipërisë. Sipërfaqja e rrethit të Korçës është 2181 km². Nga sipërfaqja zë vendin e dytë pas atij të Shkodrës. Popullsia është 207.000 banor dhe zë vendin e 6 në Republikë. Nisim udhëtimin në përfushën e Korçës. Pak gjeografi. Kur vjen në avion, fusha që shtrihet poshtë shfaqet si e pafundme. Fusha e Korçës, 850 metra mbi nivelin e detit, është më e madhja dhe më e rëndësishmja në të gjithë krahinën malore qendrore. Gjatësia 35 km, gjerësia 16 km, sipërfaqja 300 km². Një kuriozitet mbi origjinën e fushës së Korçës. U formua nga një fundosje e madhe tektonike miliona vjet më parë. U mbush me ujë e mori trajt në një liqeni të madh që u zbraz nga lumi i Devollit. Fusha e Korçës është zona bujqësore më e rëndësishmja e rrethit. Ja, poshtë nesh është Maliqi, një nga qytetet e rrethit Korçës me rreth 4000 banor. Ja dhe muzeu i qytetit. Ndërsa filmonim, na u kujtua një histori. 5 maj i vitit 1946 shënon fillimin e punëve për tharjen e kënetës së Maliqit. Ishte këneta e parë në të gjithë vendin që merrte këtë rrugë. Mbi sipërfaqet e kënetës së dikurshme, sot ngrihet ndërmarrja bujqësore 8 nëntori Maliq. Është një nga ndërmarrjet më të mëdha të vendit, me drejtim kryesor drithrat e bukës, bimet industriale dhe gjedhin për qumësht. Është qendër e prapjes së përvojës përparuar për zhvillimin intensiv të bujqësisë. Sot fusha e Korçës është ndruar në një nga zonat më të begata të vendit. Ja këtu, mbi këtë fushë, ngrihet ndërmarrja bujqësore e plasës. Qysh nga prilli i vitit 1985 mban emrin e udhëheqësit të paharuar Shokut Enver Hoxha. E njohim plasën si një nga ekonomitë më të dalluara. E njohim atë si shkollë e prapjes së përparuar në fushën e organizimit e drejtimit të prodhimit bujqësor. Ja një portretizim i shkurtër. Gjatë vitit 1982, në fushat e plasës u morën 63 kuintal grur për hektar. Më 1983, 64 kuintal për hektar. Edhe më 1984, 65 kuintal për hektar grur. Fusha e Korçës ka një sistem të gjerë ujitjeje e në këtë sistem epiqendra është ujëmbledhësi i Gjançit, një nga më të mëdhenjt e vendit. Rrethi i Korçës zë një vend të rëndësishëm në prodhimin bujqësor të vendit. Është i treti në Republikë për prodhimin e drithrave të bukës. Vendin e dytë
për prodhimin e duhanit. Rrethi i Korçës është i njohur për prodhimin e frutave, sidomos të mollëve, në prodhimin e qumshtit e të mishit. Ai zë vendin e parë sot në prodhimin e panxar sheqerit. Po udhëtojmë në për një njësi tjetër fiziko-geografike. Kjo është lugina e Devollit, më e madhja e rrethit pas fushës së Korçës. Është 22 km e gjatë e rreth 12 km e gjerë. Shtrihet në një lartësi 830 deri 1050 metra mbi nivelin e detit. Në të dy anët e lumit të Devollit ngrihen fshatrat kryesore të banuara: Mirasi, Hoçishti, Menkulasi, Ziçishti, Progri. Ja Progri, qendër e fshatit të bashkuar me rreth 5950 banor, është vendosur në fushën e Devollit të sipërm. Progarët janë dalluar si skalitës të mirë të gurit. Me gur ata ngritën shtëpit dhe me gur krijuan vepra arti. Mbi rrugën që përshkon fshatin, një libër i hapur, i gdhëndur në gur, shkronjat A, B, C të skalitura. Simbol i jetjes e dashurisë për gjuhën, për dijen, për kulturën. S'është thjesht vetëm një punim artistik, por edhe një përkujtimore e ndërimi brezeve të sotëm ndaj atletarëve progar që në këtë vend në vitin 1908 qelën të parën shkollë shqipe për Devollin. Udhëtimi në përkrajinët e Korçës nuk mund të ndalim pa parë liqenet e Prespës. Themi liqenet e Prespës pse janë dy. Ky është liqeni i Prespës së Madhe. Është një liqen malor me thellësi deri 54 metra. Prej këtij liqeni, këtu në këtë vend, nëpër një rrugë nëntoksore, marrin në rrugë ujërat që furnizojnë liqenin e Ohrit. Në brigjet shkëmbore të liqenit të Prespës ngrihen fshatrat Liqenasi, Kallamasi e të tjerë dhe është i zhvilluar peshkimi.
por dukuria më interesante e liqenit të Prespës është ky ishull. Është një vend i rrallë për bukurinë natyrore, por aq edhe i rrallë në për veprat e artit. Befasohesh kur she si në një kishë të thjeshtë, e njohur si kisha e shënmërisë e shekullit 14, mund t'jenë kryer vepra të tilla, afreske e piktura, dyer e ikonostas të skalitur. Qyteti i Korçës i parë nga lartë. Avioni zbulon ndërthurjen ndërtimore që u krijua midis etapave dhe epokave të ndryshme të rritjes e lullëzimit të qytetit. Vetë Korça, si qytet, është një muze i hapur. Është i vizitueshëm pse ruan vlera të shquara arkitektonike e historike. Ndaj është e natyrshme që vizitori në çdo pikë të qytetit ta ndjejë veten përpara eksponatit të një muzeu të madh. Ja, ky është muzeu historik i rrethit. Na të rregjë vëmendjen kjo fotografi. Është një vendbanim palafit në Maliq. Është fjala për një nga kulturat më të lashta që përket prehistorisë. Por kur u zbulua dhe çfarë dëshmojnë objektet dhe sendet e zbuluara? Ishte viti 1947. Ndërsa hapej kanali kryesor për tharjen e kënetës Maliqit, kova e ekskavatorit bashkë me dheun e qullur nxori në dritë këto objekte. Studiuesit zbuluan se ato i përkasin historisë më të hershme të popullit ton, me rrënjë në periudhën e Neolitit, rreth 5000 vjet më parë. Por me rëndësi shkencore është se objektet janë një dëshmi e sigurt e procesit të etnogjenezës së ilirëve mbi një bazë autoktone të krijuar gjatë periudhës së Neolitit. Dhe rëndësia e dytë, Maliqi u kthye në një nga qendrat më të rëndësishme të vendit. Ai fitoi vlera për tërë arkeologjinë e Ballkanit, për krahasimin me kulturat prehistorike të pjesëve jugore, lindore, veriore të tij. Ja një fotografi e dytë. Është shpella e dëgjuar e trenit, ngrihet buzujrave të liqenit të Prespës së vogël. Po, për çfarë shquan kjo shpellë? Shpella e trenit është një vendbanim prehistorik me tiparet e kulturës e neolitike të Maliqit, bronzit të hershëm dhe epokës së hekurit. Por të dëgjuar në të gjithë vendin, ata e bëjnë pikturat e famshme të njohura si piktura e shpellës së trenit. Por le ta afrohemi në shekuj. Ky dokument e përmend Korçën si qytet në shekullin e 14, në nënsundimin feudal të Andrea Muzakës.
Një nga tiparet e qytetit Korçës është se historia këtu flet jo vetëm me gjuhën e dokumenteve. Veprat arkitektonike janë të vjetra sa vetë qyteti. Ja, xhamia e vjetër e Mirahorit, e ndërtuar me një teknik të lartë ndërtimi, i përket vitit 1487, dhe tregon se qyteti ishte jo vetëm i lashtë, por edhe i pasur për vlerat e tij ndërtimore. E megjithatë, duhet thënë se deri në fillim të shekullit të 19, Korça nuk mundi të ngrihet si një qendër e fuqishme e trevës përreth. Po, deri në këtë kohë, cili ishte ai qytet që ruante forcën e numërizimit më të lartë? Dokumentet flasin për qytetin e Voskopojës. Ja, Voskopoja sot, një fshat midis maleve, mbi një plaj 1160 metra mbi nivelin e detit. Në shekujt e 17 e 18, Voskopoja ishte një qytet i madh dhe i begatshëm, me rreth 20.000 banor. Këtu ulëzoi arti, shkenca, kultura, dhe ky qytet midis maleve u shndrua në një nga qendrat kryesore ekonomiko-kulturore të vendit. U tregoi shikuesve se Voskopoja ishte qyteti me akademi. Akademia e re, se kështu quhej, si institucion arsimor e qendër kulturore, rrezatonte me veprimtarinë e saj edhe jashtë Shqipërisë. Jo më pak të njohur e kishte bërë Voskopojën shtypshkronja e vitit 1720. Kush erdhi në Voskopojë u befasua me pasurinë e madhe artistike që ruajnë ende të paprekura këto ndërtime kulti, nga jashtë të thjeshta dhe brenda kryevepra të piktorëve shqiptar më të mëdhenj të kohës. Ja, David Selenica, piktorin e dëgjuar të shekullit të 18, e shohim si ngrihet i fuqishëm përmes këtyre veprave. Selenica s'ishte i vetmi që la gjurmë me krijimet e veta në këtë qytet. Piktorë të tjerë të talentuar, vëllezërit korçar Konstantin e Athanas Zografi, me këto vepra jashtuan vlerat artistike qytetit. Ja dhe Vithkuqi, një nga fshatrat e dëgjuara të rrethit Korçës. Është mëdhëlindja e Naumve Qilharxhit, nismëtar i rilindjes kombëtare shqiptare, autori i Vëtarit të parë shqip. Ky vend midis maleve ruan mjaft ngjarje. Ja e para. Në këtë shtëpi, gjatë korrikut e gushtit të vitit 1943, qëndroi shtabi i përgjithshëm i ushtrisë nacional çlirimtare shqiptare dhe Shoku Enver Hoxha.
Po ky lapidar midis pemëve të gjelbruara, që kujton shikusve e veçanërisht veteranëve, një ngjarje mjaft e njohur. Këtu, në pyllin e Makrezës, në gusht të vitit 1943, u formua Brigata e parë sulmuese. Dhe tani, më parë se të largohemi, një kuriozitet. Në Vithkuq, në vitin 1936, u ngriti hidrocentrali i parë në Shqipëri, me kapacitet 500 kW dhe ujësjellsi për qytetin e Korçës. Veprat e artit të traditës në solën një nga muzeet më të vizitueshme të qytetit të Korçës. Ky është Muzeu i Artit Mesjetar Shqiptar. Këtu vizitori njihet me kryeveprat e mesjetës shqiptare. Ne do të njohim shikuesit me disa përfaqësues. Ja të parat punime në gur që i përkasin shekujve të 5 deri ke shekulli i 8. Interes për vizitorët. Paraqesin punimet në metal, janë zbukurime të përdorimit përditshëm dhe të kultit, të punuara me argjend e të praruara të shekullit 18 dhe 19. Pavioni i pikturës lëmbresa të thella. Pikturat janë punime me vlera të shekujve të 12 e 14 dhe kanë punuar piktorë të shquar të shekujve të 16 dhe 18 si Onufri, Nikolo Onufri, Onufri Qiprioti, David Selenica, Konstantin Shpataraku dhe vëllezërit Zografi. Por më i skalituri dhe më mjeshtërori shfaqet ikonostasi i shekullit të 18 i gdhëndur në ndrejtimin e kryemjeshtrit Dimitër. Përmendëm pak më sipër se çdo kënd i qytetit Korçës është një eksponat i këtij muzeu të madh. Ja një mjedis karakteristik. Nga ndërtimet karakteristike shkëputum këtë banesë. Është një objekt dukatësh me vlera ndërtimore dhe që korçarët i kanë dhënë edhe vlera muzeale. Kjo është shtëpia e muze e piktorit të popullit të Vangjush Mio. Korça, përmes veprave të artit, merr tjetër jetë. Është një këndvështrim i ri, kur shikuesi sheh si natyra korçare ruan trajt artistike të veçanta. Çdo pjesë e pikturës, për analogji çdo peizazh i natyrës korçare i parë përmes penelit të Vangjush Mios, i fal shikuesit ngarkesa të forta emocionale.
Korça nuk mund të përfiturohet pak të arkitektur e urbanistik pa shtëpitë e rrugicat karakteristike. Ajo që ka bie në sy është e veçantë. Lagjet e qytetit janë ndërtuar sipas kritereve të reja urbanistike. Banesa i është nënshtruar një rregulli. Rregullësia e përcaktuar nga një disiplinë rreth-shkencore është e pranishme në çdo ndërtim. Për Korçën, sot si qytet, kjo është bërthama ndërtimore që mbledh rreth vetes dhe ushqen shpirtin krijues të ndërtuesve të rinj, për të dhënë Korçën të lashtë e të re, qytet me vlera të pasura ndërtimore në të gjitha kohërat. Anvisa e shtëpisë po gatuan gjellën për familjarët. Po, ç'është kjo? Një nga gatimet karakteristike të rrethit Korçës. Lakrori i pjekur në saç është një pjekje e veçantë që këtij ushqimi me 2 peta e gjellë në mes i jep butësinë e shijen aq të pëlqyeshme. Korça, qyteti i ndërtimeve të ralla, është edhe qyteti i traditave të shquara patriotike, i traditave të dijes e të përparimit, kulturës e të punës. Më 7 mars të vitit 1887, me nismën e një grupi rilindësish, u hap këtu në Korçë shkolla e parë shqipe. Ishte një shkollë fillore, me fizionomi të theksuar kombëtare e laike, ku të gjitha mësimet për 15 vjet me radhë u dhanë në gjuhën shqipe. Ja, drejtuesit e saj, veprimtar të shquar të arsimit kombëtar, Pandeli Sotiri, Petro Nini Luarasi, Nuçi Naçi, Thoma Avrami. Në përkujtim të saj, 7 mars i sot është shpallur dita e mësuesit. Në të gjithë vendin, Korça njihet si qyteti i traditave arsimore. Le të kujtojmë liceun kombëtar të Korçës, që hapi dyert në këtë ndërtesë. Ishte e para shkollë e mesme e arsimit të përgjithshëm në Shqipëri dhe një nga qendrat më të rëndësishme kulturore e revolucionare. Në bangat e kësaj shkolle u ul shoku Enver Hoxha si nxënës në vitet 1927-1930 dhe si mësues në vitet 1937-1939. Vizitori nëpër dokumentet e paraqitura njihet me veprimtarinë revolucionare të shokut Enver Hoxha. Nxënësit e liceut Korçës kanë një aktivitet gjerë. Kujtojmë qershorin e vitit 1924,
kur u arrestuan për krah forcave demokratike në revolucionin demokratiko-borgjez, shkurtjen e vitit 1936, kur qëndruan për krah punëtorëve zanatçinjve në demonstratën e Bukës dhe nëntorin e vitit 1939 në demonstratën antifashiste të udhëhequr nga shoku Enver Hoxha. Korça ishte një vatër madhe revolucionare. Këtu u mblodhen komunistët korçar e formuan qershor të vitit 1929 grupin komunist të Korçës, ku një ndihmes të rëndësishme dha Ali Kelmendi. Në ndërhitimin e grupit komunist të Korçës, klasa punëtore u organizua në shoqëri dhe shënoi fillimet e lëvizjes së saj. Një nga anëtarët më veprus të grupit ishte shoku Enver Hoxha, i cili punoi pa u lodhur për bashkimin e lëvizjes komuniste shqiptare. Rrethi i Korçës ka qenë një nga vatrat më kryesore të luftës antifashiste nacional-çlidimtare. 8 nëntori i vitit 1941 e hodhi popullin e Korçës në demonstratën e madhe antifashiste. Plumbat e armikut morën në krye të demonstruesve Koci Bakon, heroi i popullit, po sa të tjerë dhanë jetën. Kujtojmë të rinjt që luftuan eran heroikisht, Kiço Greço dhe Midi Kostani. Rrethi i Korçës i dha luftës 14 qeta partizane, 9 batalione dhe 5 brigata. Këtu ranë 751 dëshmor, ndër të cilët 3 heronj të popullit. Korça u çlirua më 24 tetor 1944. Udhëheqësyi i paharuar kaloi një pjesë të jetës dhe veprimtarisë së tij revolucionare këtu në Korçë. Rrugicat e Korçës, që e pa në ato vite të ecte me shokët, e shohin në ditët e lira, kangjëllat e shtëpive mikpritëse që e mbajtën si djalin e tyre, edhe në ditët më të ftohta të dimrit, ruajnë kujtime. Ja njëra shtëpi, e Tetopoli Ksenit quhet. Por kjo është edhe Enver Hoxhës. Sa e sa herë, shoku Enver Hoxha e ka vizituar kur vinte në qytetin e kujtimeve të paharuara. Këtu shmallej me njerëzit e dashur, me dhomën, krevatin ku flinte, e sillte ndërmend ato vite.
Korça e pa Le të kalojmë tani si vizitor në përmjetëdise të reja të qytetit. Gjelbërimi është i pranishëm dhe për herë të reqës në pjesën e re të qytetit. Ai krijon parqe, lulishte, rrugë të gjelbëruara. Ja këtu, në një nga mjediset më të reqëse të qytetit, ngrihet një shatërvan i ri,
që pasuron vlerat e mjedisit. Kur njeh historinë, shpeshherë, spërkallat e ujit që sot në ditët e nxehta freskojnë mjedisin, të ngjajnë me rrëket e lotëve. Jo rastësisht, ky vend hyri në histori si lëndina e lotëve. Këtu janë luajtur drama të mëdha. Historia një faktin se gjatë vitit 1928 janë ndarë me të afërmit për të emigruar në dhe të huaj 1600 vetë. Si ishte fjala pra për pak, kur vetë qyteti në ato vite numëron të rreth 25.000 banor. Lëndina e lotëve, në mbasditet e ditëve me diell, përshëndetet me shumë kalimtar. Mjedisi dhe njerëzit marrin kuptimin dhe përmbajtjen e jetës që të fal epoka. Korça është qyteti i veprave të artit. Populli i Korçës e ka dashur dhe e ka respektuar artin. Ja, ky monument i njohur i luftëtarit kombëtar është e vetmja vepër e ndërtuar para çlirimit. Por ndërtimi i kësaj vepre ka një histori. Kjo vepër monumentale e skulptorit të popullit Odise Paskali, e para nga 3 të tilla të realizuara para çlirimit në të gjithë vendin, u ngrit në qendër të qytetit. U ndërtua me fondet e mbledhura nga populli, duke zënë vend në shpirtin e tij patriotik përparimtar e artëdashës. Ideja e luftëtarit kombëtar mblodhi rreth vehtes masat e gjera të popullit. Prej këtu sa herë në udhëheqjen e komunistëve, populli shpërtheu në demonstratat fuqishme. Po, Themistokli Gërmenji, kur shikon si i gjallë, që kujton shikusit? A e qëndron për herë kapedan me strimeve të qetës, e sheh si sulet nga njën e Korçës në anën tjetër në krye të luftëtarëve që i futën drithmën pushtuesve osman. Këtu, mbi qytet, në këtë faqe të Moravës, prehen bijtë e Shqipes. Monumenti është një shqiponjë madhe me krahët e shtrirë, ku janë skalitur në mermere të varet të dëshmorëve. Midis tyre në skulptur është gdhendur figura e partizanit legjendar. Në krah të bibliotekës së qytetit qëndron i derdhur në bronz një monument. Përfaqëson figurën e vrullshme të një djaloshi të ri, që duket se del nga lagjet e vjetra të qytetit. Ndjente ky djalosh pulsin e viteve të luftës, përgjithësohet këtu lufta e gorilësve korçar. Duke qëndruar në rrethin e Korçës, kishim dëshirë të takonim edhe artistin e popullit, Pandi Rairi. Ne do të dëshironim në mënyrë të shkurtër të dimë më çka për veprimtarinë artistike në rrethin tuaj, në rrethin e Korçës. Më mund se në Korçë ka patur një zhvillim shumë të mirë të artit skenik. Edhe sot, ky lloj arti skenik zhvillohet në bazë të disa të dhënave të artistëve korçarë, si për shembull Sokrat Miroja, që ishte një nga rizortarë, Valiush Miroja, artisti popullit, piktor, që bënte dhe skenografinë.
ose mund të themi edhe për Tesha Tashkën, që ka luajtur një rol shumë të madh lidhur me zhvillimin e këngës popullore, këngëve të tjera. Domethënë mbas zhvillimit mund të themi që mori ofë të madh edhe një lloj gjinje tjetër e re, estrada. Më vonë kur krya dhe teatri profesionist në vitin 50, u krya me një 10 aktor amator, që ishin amator, u bën profesionistë dhe me disa të tjerë që u bën gjysmë profesionistë. Punonin në qendrat e tyre të punës, pastaj vinë bazë punonin edhe me artistët profesionistë. Po këtu është për të theksuar që amatorizmi në Korçë është zhvilluar shumë, është rritur shumë. Edhe këtë e mëre në për skena tonë, sepse çdo ndërmarrje sot ka grupin e saj. Kooperativat kanë grupet e tyre, qoftë të teatrit, qoftë të koreve. Ky zhvillim kaq i madh i artit dhe kulturës solli si domosdoshmëri atë krijimin e ansamblit, Skënderbeu. Pastaj do mos edhe kjo orkestra simfonike, edhe sot neve po vëmë në skenë një opera që quhet Liceistët. Le të ndjekim mjediset e qytetit të Korçës. Pasi lëm mbrapa qendrën e qytetit, marrim drejtimin nga pazari i Korçës. Është një kompleks ndërtimor që ruhet e do të ruhet për vlerat e veta ndërtimore. Gjithçka shfaqet me një skem të rregullt, me ndërtesa solide e trajtim të pasur. Për gjatë rrugëve ishin vendosur varg në 2 radhë dyqanet e tregtarëve dhe të zejtarëve. Ato grupoheshin sipas zejeve, e rrugët merrnin emrat rrugë e kapucarëve, e saraçëve, e kovaçëve. Mjediset të ndryshme emërtoheshin sipas mallit që tregtonin: tregu i madh, tregu i vogël, sheshi i kasapëve, tregu i peshkut, i druve, i bylmetit. Në një nga mjediset e pazarit të Korçës ngrihet Muzeu Etnografik i Rrethit. Gruaja dhe burri korçar kanë qenë mjeshtra në punimin e sendeve dhe objekteve të përdorimit të përditshëm. Kush nuk i ka dëgjuar qilimat e Korçës? Të punuar me fije të trasha leshi, ato shquhen për motive kombëtare, me thurje e ngjyra të larmishme. Ja si qëndron një qilim në mjedisin e një dhome korçare. Fakti i rëndësishëm është se tradita sot vazhdon. Korça ka ndërmarrjen më të madhe të prodhimit të qilimave, të sigjadeve e llojeve të tjera të shtrojeve të vendit ton. Tradita e punimit të qilimave ruhet dhe zhvillohet. Shumë kush Korçën e ka njohur si qytetin e përpunimit mjeshtror të gurit skalitur. Nivelin më të lartë të kësaj mjeshtrie, korçari që ngriti banesa prej guri
e arriti në ogjaqet e çezmat dekorative. Këtu talenti i gurgëdhëndasve shfaqet më tepër se mjeshtri. Është një trajtim që i jep objektit jetë e vlera arti. Korçari di ta ruaj atë çka i ka dhuruar tradita. Gurin sot ai e përdor në ndërtimet më të kohës për t'i shtuar vlerat dekorative objektit. Por gurin e skalitur të Korçës, mjeshtri e ka parashikuar të lidhur me kangjellat metalike. Si dekoracione, ato qëndrojnë aq fort të lidhura me njëra tjetrën, sa nuk mund ta kuptosh njërin pa tjetrën. Në punimet MNZ, sot hekuri shquhet si element me vlera zbukuruese. Korça është një rreth industrial bujqësor i zhvilluar. Industria jep 59,5% të prodhimit përgjithshëm industrial bujqësor të rrethit dhe 6,6% të prodhimit industrial të vendit. Le të kujtojmë se vetëm në vitet 1951-1980 në qytetin e Korçës u ndërtuan 19 vepra të rëndësishme industriale. Përmendim termocentralin, fabrikën e konservimit të frutave, fabrikën e tullave, kombinatin e trikotazhit, një nga më të mëdhenjtë të vendit, Tecin, minierën e qymërgurit të Mborje Drenovës, një nga më të vjetrat e vendit, minierën e Rehovës, minierën e Kurnikelit të Bitinskës, uzinën mekanike bujqësore dhe letëdhim tek uzina e instrumentave Petropapi. U ndalëm këtu pse është një nga uzinat mekanike më të përparuara të vendit. Të gjitha prodhimet e ujikut paraqiten këtu në ekspozitën e uzinës. Shikuesi njihet me 70 tipat e instrumentave, me mbi 1200 tipa për masash që prodhon uzina. Shohim instrumentat metalprerës për shpim varimash, për filetim, për frezim, për çarje dhëmbësh. Instrumentat matës, kalibrash e mikrometrash. Prodhimet e ujikut të Korçës, për cilësinë e tyre të lartë, pëlqehen dhe kërkohen në tregun e jashtëm. Peisazhi industrial në periferitë të qytetit shkrihet me peisazhin tjetër të Korçës, me ndërtimet e traditës e ndërtimet e reja, që krijojnë kështu portretin e plot të një qendre të rëndësishme ekonomike e social-kulturore të një qyteti kryesor të Shqipërisë.